Qeveria në detyri ka vlerësuar larg realitetit deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilat ai ka shprehur gatishmëri për zbatim të plotë dhe konsistent të marrëveshjeve nga dialogu. Megjithë që Serbia pati refuzuar ta nënshkruante dhe ta zbatonte marrëveshjen bazë për normalizim të raporteve me Kosovën, Vučići ka njoftuar se në takime të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog, Peter Sorensen, ka shprehur interesimin për të bërë hapa konkret në zbatimin e marrëveshjeve dhe se ka gatishmëri për kompromise. Në një bisedë të hapur konfirmova angazhimin ton për dialog nën kujdesin e BE-s si e vetmja kornizë që mund të sigurojë paqe, stabilitet dhe parashikueshmëri për të gjithë ata që jetojnë në Kosovë me tohi. E përqendruan vëmendjen në hapa konkret, zbatim të plotë e konsistent të marrëveshjeve të arritura tashmë, në uljen e tensioneve në terren dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe të sigurisë së popullit serb. Theksova veçanërisht rëndësinë e formimit të bashkësisë së komunave serbe në përputhje me marrëveshjet si element kyçi një zgjidhjeje të qëndrueshme. Por në qeverinë në detyre kontestuan këtë gatishmëri të Vučićit. Klisman Kadiu, që është këshilltar për media në zyrën e kryeministrit, tha se ka qenë Serbia ajo që për vite me radhë ka bllokuar zbatimin e marrëveshjeve, përfshirë edhe ato me urgjencë humanitare, si ajo e personave të zhdukur me dhunë. Realiteti i tanishëm dëshmon se Serbia vazhdon të jetë destruktive në proces, duke mos i përmbushur dhe zbatuar obligimet që rrjedhin nga procesi. Serbia ka shansin dhe rastin të bashkëpunojë sa herë ka takime dhe trepalçe në Bruksel, por të hënën e fundit në shtator pamse edhe refuzojnë të diskutojnë duke u larguar nga takimi. Serbia e ka shansin që të avancojë me marrëveshjen bazike, por as nuk e ka pranuar atë dhe as nuk ka ofruar komente konstruktive mbi planin e zbatimit. Krahas refuzimit për ta nënshkruar marrëveshjen bazë të Ohrit, Serbia i pati dërguar edhe letër Bashkimit Evropian ku ka shprehur refuzim për disa pika që lidhen me njohjen e Kosovës dhe me antarësimin e saj në OKB apo në mekanizma tjerë të saj. Por qëndrimet e shprehura nga Vučići, koha ka dërguar pyetje edhe në BE, por se deri në publikim të këtij raporti nuk ka marrë përgjigje.